është fakti se pezullimi nuk cënon personin, i cili prezumohet që është në një proces hetimi. Pezullimi cënon funksionin. Dhe të gjitha ato funksione që solli në vëmendjen tuaj kryetari i Komisionit Ligjeve si pjesë këtij grupi nismëtar për këtë ndryshim, janë funksione të cilat nuk ushtrohen dot pa personin. Pra në momentin kur pezullohet një ministër, nuk pezullohet thjesht vajtja në punë e një individi, pezullohet puna e një institucioni. Mjafton t'ju sjell këtu një nga momentet që pasojnë, që ajo ministri nuk ka më kapacitet të propozoj asgjë në Këshillin e Ministrave, sepse nuk përfaqësohet nga personi i ngarkuar si përfaqësues i vullnetit kushtetues. Kaq duhet mjaftonte për ta mbyllur këtë debat absurd dhe për të mos u hedhur 100 veta pas një budallai që hedh një gur në lum. Por ja që nuk ndodhi kjo. Nuk mjaftoi fakti që nuk ekziston asnjë rast i vetëm në Europë, në historinë e demokracisë, një i vetëm, ku t'jetë pezulluar një antar i qeverisë nga një prokuror dhe një gjykatës. Nuk mjaftoi fakti që nuk ka ndodhur asnjëherë një i vetëm rast, dhe e them këtë me përgjegjësi të plotë, sepse i kemi parë rreth e rrotull globit të sistemeve dhe vendeve demokratike që t'jetë pezulluar një antar kabineti për t'i dhënë drejtim këtij procesi. Por në vend se të merret një vendim i bazuar në arsyen kushtetuese, merret një vendim i bazuar në arsyet politike dhe në nevojat e brendshme të njërit e tjetrit për të mbajtur ekuilibra politik. Dhe këtu duhet theksoj diçka që nuk është thjesht në Shqipëri, është edhe në vende më të zhvilluara se Shqipëria, që ne kemi antar të gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë që nuk kanë dhënë kurr një vendim të vetëm që të jetë një vendim në anën e qeverisë. Tani, vim tek mosvendimi. Çfarë bën mosvendimi? Mosvendimi bën që çdo njëra nga ato figura që u përmendën në relacion të jetë vulnerabël ndaj pezullimit.